Ju prekët disa çështje dhe tangent, sepse sigurisht në këtë bisedë, zoti Bimo, në këtë intervistë duam të japim përgjigje disa pyetjeve kryesore, por unë dua të ndalem edhe pak tek ajo se çfarë shpalosi takimi më i fundit apo edhe deklaratat më të fundit të Donald Trumpit, jo më larg se dita e djeshme, përsa i takon kërcënimit edhe të Rusisë, se do t'i vendoste sanksione në shkallë të gjerë, derisa të arrijet ajo që ne folëm, marrëveshja përfundimtare. Në të vërtet, me gjithë pikpamjet që u shprehni për Trump, çfarë do të arri? Zoti Trump është jo eksakt, si të themi, një ndjekës i teorisë realiste të marrëdhënieve ndërkombëtare, por në shumicën e sjelljeve të tij vërehet që ka një tendencë që të ecë në zbatim të kësaj teorie. Nëse ka vetëm 30 sekonda kohë, ku konsiston teoria realiste dhe teoria liberale? Teoria realiste konsiston atë që nuk ka rëndësi se çfarë sistemi politik ka një shtet, sjellja e tyre në arenën ndërkombëtare varet nga ekuilibri i fuqive dhe nuk varet nga modeli i shtetit. Teoria liberale thotë që diktaturat janë të tilla e të tilla. Zoti Trump mendon që nuk ka diktaturë apo shtet demokratik, por ka shtete të fuqishme apo të pafuqishme, të cilat luajnë rolin e tyre në arenën ndërkombëtare. Dhe në këtë këndvështrim frymëzohen apo nisen marrëdhëniet e tija me Rusinë. Ai për më tepër përfaqëson atë shtresë të shoqërisë amerikane, e cila sillet në mënyrë krejt realiste. Domethënë, nëse ishte koha për të humbur luftën në Vietnam dhe për të ikur nga Vietnami, mblodhen plaçkat edhe ikën nga Vietnami, ikën nga Afganistani, ikën nga Iraku, dhe sot zoti Trump pranon që kjo luftë në Ukrainë është fituar nga rusët. Megjithëse nuk shprehet në këto terma direkte, por ama indirekt le të kuptojë që kaq e kishte kjo punë, le të shikojmë për më tutje se çfarë do bëjmë. Ajo problemi i jashtëzakonshëm me cilin përballet Trump dhe gjithë shoqëria, të themi, bota e zhvilluar sot është si do akomodoj pushtimin, aneksimin e territoreve të Ukrainës nga një shtet tjetër. Dhe i bie që ajo që ka propozuar i dërguari i tij Kellogg's për luftën, të jetë shumë afër asaj ka mundësi të ravizohet në të ardhmen. Pra, vërtet që rusët nuk e pranojnë që të ketë një armë pushim, po duan një marrëveshje të plot paqe me konfigurimin e strukturave të sigurisë europiane për të ardhmen, por ama nuk është të thënë që të bëhet e gjitha çfarë duan rusët. Në një moment do duhet edhe të çedojnë diku dhe ky çedim mund të jetë që të themi të mos pranohet legalisht, zyrtarisht në bazë drejtësisë ndërkombëtare aneksimi i zonave që kanë pushtuar rusët, por të lihet për të zgjidhur një të ardhmen më të afërt. Dhe ajo që besoj unë do duhet të marri goxha projekcion apo theksim në nënvizim për të ardhmen është modeli dy Koreve. Pra, vërtet ishte shumë i dhimbshme ndarja e Koreve në 53-shin, në 1953-shin, por ama kur shikojmë sot se sa ka avancuar Korea e Jugut në raport me Korenë e Veriut, është pasqyra shumë e qartë. Dhe kjo do të ndodhi edhe me Ukrainën në rast se njerëzit do kenë, besoj unë që mund të jetë 100% gabim, por unë besoj që nëse do kenë kurajin që thonë, okay, erdhëm deri këtu, sot le të shikojmë për më tutje, dhe ajo 80% e Ukrainës që do jetë perëndimore, do jetë ku e ku sa herë më e zhvilluar sa kjo që do mbetet në lindje, le të themi në harkun kohor të 10-15-20 vite të ardhme, dhe do jetë pasqyra më e mirë për t'ia kundërvënë agresionit.